Aktori i njohur kosovar, Cun Lajçi, ka reaguar për situatën politike në Kosovë përmes një postimi të gjatë dhe emocional në rrjetin social Facebook, në një moment kur vendi po përballet me një ngërç institucional për zgjedhjen e presidentit dhe rrezikon të shkojë sërish në zgjedhje. Në postimin e tij, Lajçi i drejtohet drejt për drejt figurave kryesore politike në vend, Vjosa Osmani, Albin Kurti dhe Glauk Konjufca, duke shprehur zhgënjimin e tij për situatën e krijuar dhe për atë që ai e cilëson si humbje të besimit dhe të shpresës tek politika. Vjos, Albin, Glauk, vështirë me ju dasht pa u zhgënjye. E kam dasht shumë me ju dasht. Kam dasht me ju pa tu u quar në këmbë, tu ec drejt rrugëve të drejta, pa rrejt e pa mashtruar, shkruan aktori në fillim të reagimit të tij. Ai thekson se dashuria për vendin dhe për njerëzit e tij nuk duhet të shndërrohet në servilizëm ndaj pushtetit, duke ngritur dilema morale për raportin mes qytetarit dhe politikës. Kam besuar se njeriu mund ta dojë njeriun e vet pa u turpnuar, e jo rrallëherë më ka dalë një mendim i rënd. Si ta duj njeriun tem pa e lëmuar, pa e lëpir, pa qenë servil. Si ta pëlqej farën teme e më mbet prap ty që jam. Si ta ndihmoj gjakun tem, e ai mos me u ba ujë. Si me unji me gjuhën teme e mos më quajt lypsar. Në vijim të postimit, Lajçi shpreh zhgënjimin e tij ndaj politikës, duke thënë se nuk ka pasur kurrë ambicie për pushtet apo tituj. Vështirë me ju dasht, e kanë dasht shumë me ju dasht, edhe kur na keni mashtruar për një stol, për një post, për një rrogë. Unë s'kam pas uri për tituj pushteti, kam pas uri për atë dhe. Sipas tij, ëndra për një Kosovë të lirë dhe të drejtë mbetet ende e gjallë, pavarësisht zhgënjimeve të njëpasnjëshme nga politika. Kam dasht me unji me dheun tem, me njerëzit e mi, kam dasht me qenë shqiptar, tu lindur e tu vdekur. Kam ndruar e dasma të bardha, një atë dhe të lirë, një flamur të kuq me shqipën e zezë që ruan qiellin, gjuhën e gjakun. Në fund të reagimit të tij, aktori thekson se zhgënjimi është më i rëndë se mashtrimi dhe paralajmëron për rrezikun që ëndrat e qytetarëve të veniten. E sot më del e njëjta fjalë në gojë, vështirë me qenë i juaj, me ju, e shumë më vështirë me qenë kundër jush, sepse më e rëndë se mashtrimi është zhgënjimi, e më e rëndë se zhgënjimi është kur e ndjen se ëndra po vyshket në duar. E prap, njeriu jeton me ëndra, sepse pa to nuk mbetet veç se pushteti i vogël i njerëzve të vegjël dhe një atë i madh i mbetun jetim prej të vërtetës. Postimi i tij ka ngjallur reagime të shumta në rrjete sociale, duke reflektuar klimën e tensionuar politike në vend dhe shqetësimin e qytetarëve për zhvillimet e fundit.